Në këtë menu iftari do të përgatisim edhe sarma, por unë nuk kam lagër të shi, por do ta bëjmë në një mënyrë krejt ndryshe. Në një tenxhere vazhdojmë të shtojmë pak kryp. Nga lagra me një thik do ta largojmë këtë pjesën lart dhe vazhdojmë tani që lagrën ta shtojmë tek tenxheria ku kemi shtuar ujë dhe kryp. Vazhdojmë që ta zijim në zjarr mesatar diku për afërsisht 15 minuta, derisa lagra zbutet dhe të bëhet e përshtatshme për mbështjellje. Në një tigan kam shtuar pak gjalp që të shkrihet. Ju mund ta përgatitni recetën e njëjtë me vaj ose margarinë sipas shijeve. Unë preferoj që të përdor gjalp. Vazhdojmë shtojmë një qepë më të madhe të bluar imët në blender. Me qepën vazhdojmë me fërgojmë edhe orizin. Unë po përdor në total 300 gram oriz, të cilin e kam larë më herët dhe kam lejuar që të kullohet tërësisht uji i tepërt. Vazhdojmë dhe i fërgojmë në zjarr mesatar për 3-4 minuta. Pasi orizi është fërguar mjaftueshëm dhe kokra po fillon që të ndahet, e largojmë orizin nga zjarri. Unë gjithmonë i përgatis sarmat në këtë mënyrë. Tek orizi vazhdojmë dhe shtojmë mishin e bluar. Në total unë po përdor 400 gram mish të bluar. Si që thash në fillim, unë këtë menu iftari po e përgatis për 6 persona. Nëse juve i duhet më tepër, do t'i dyfishoni gjitha masa që po i demonstroj gjatë kësaj videoje. Tani mishin vazhdojmë me shtypim mirë, derisa të bëhet bashk me orizin. Nuk e fërgojmë, sepse duam që të na mbeten sarmat si top, jo të na derdhet pastaj harxhi. Se kemi përzirë pak, vazhdojmë që brenda t'i shtojmë irzat. Do të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, një lugë të mesme me kryp. Më pëlqen mua të shtoj tek sarmat është nenexiku i thot ose gjethet minte të thota. Dhe kjo është e gjitha që unë i shtoj te sarmat. Vazhdojmë përzijemi edhe një herë mirë dhe vazhdojmë të mbushim sarmat. Po presim që lagrat na zbutat mirë dhe vazhdojmë me mbështjelljen. Tani që sarma është zier mirë dhe është zbutur, e largojmë nga tenxheria dhe e marrim për ta mbështjellë. Tani marrim gjethet e lakrës dhe i shtrojmë në një pjatë më të madhe kështu. Dhe sot do t'ja u japim këtë formë pak më ndryshe. Vazhdojmë tani që t'i shtrojmë pjesët e lakrës. Mbushjen do ta bëjmë në këtë mënyrë. Gjysmën e njërit qeth e shtojmë kështu. Gjysmën e njërit qeth nga ana tjetër, që të kemi lakër për t'i mbështjellur. Vazhdojmë tani, i mbushim. Dhe do t'i mbushim mirë, sepse do t'i shërbejmë nga një sarm për një person, sepse janë të mëdha. Tani vazhdojmë t'i mbështjellim në këtë mënyrë, duke i siguruar sarmat që mos na derdhen. Dhe ja, ku e kemi. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, tani i mbështjellim gjitha pjesët e sarmave. Dhe sarmat i kemi gati. Vazhdojmë tani ta përgatisim lëngun me të cilat do t'i mbulojmë sipër. Në një enë më të madhe do të shtojmë 1 litër me ujë. Do të shtojmë një lugë gjelle pas domate, nga këto pastat që janë pak më të trasha. Hedhim edhe pak kryp. Dhe përzijmë mirë derisa pasta e domateve tretet tërësisht tek uji. Tani lëngun që kemi përgatit, mbulojmë sarmat. Marrim 1 litër përpjekje, e lagim me ujë, i mbulojmë sarmat sipër dhe vazhdojmë që t'i pjekim në furrë. Furra është e parangrohur në 220 gradë, do t'i pjekim diku afërsisht 35 deri në 40 minuta. Sarmat i kemi gati, sapo i kam larguar nga furra. Duken të mrekullueshme. Shpresoj që do ta provoni edhe këtë mënyrë të sarmave
Do të ta shijoni për një iftar bashkë me familjen e juaj. Unë i kam shërbyer me pak pire, sepse për mendimin tim shijojnë kështu më shumti. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.